është Iblisi, ai i cili është i pari i cili ka prije gjunahit dhe i pari i cili ka ndiku që prind tuan me dal pi xheneti dhe ja ka dhënë Zotit një premtim. Atë ditë kur Zoti e ka ul poshtë me grada, e ka poshtruar nga se ai deshti ta poshtroj vetveten. I tha Zotit: unë atyre njerëzve kam ju qasën nga para, nga prapa, nga djatas, nga majtas. Wala tajidu aktharuhum shakirin. Edhe shumicën prej njerëzve pra, o Zot, nuk kimi gjetë falenderus. Kështu ka përmend. Kjo është pra në Kur'an e konfirmuar. Shumicën e njerëzve kimi gjetë falenderus, nga se kam i bë njerëzit, kam e ndërtua si personalitetesh, kam i bë njerëzit që ndërtojnë atë personalitet që nuk kanë me të shpreh ty falenderim o Zot. Pra shit çfarë shprehje ka përgjith Iblisi. A ka arrit rezultatin? Kur të lexojmë ajetet e Kuranit, numri i madh i ajeteve të Kuranit pra përfundojnë kështu, dhe shumica e njerëzve nuk falenderojnë. Dhe shumica nga ta nuk falenderojnë. Kjo është fitore për Iblisin. Fitore në thojza, sepse ai bashkë me ata cilët se falenderojnë Allahun dhe ndërtojnë një personalitet të këtill, hoxha na lexoi ajetet e Kuranit, do t'i pri pra rrugës drejt xhehenemit.